Finalja e madhe e Big Brother VIP Albania është shumë pranë dhe publiku ka nisur të japë sinjalet e fundit për fituesin e këtij edicioni. 4 finalistët që janë në garë për çmimin e madh janë Miri, Mateo, Selin dhe Rogerti, ndërsa votimet dhe sondazhet online po tregojnë qartë preferencat e publikut. Sipas rezultateve të fundit nga sondazhi, Mateo kryeson bindshëm me 59% të votave, duke marrë një avantazh të madh ndaj rivalëve të tij dhe duke u konsideruar si favoriti kryesor për të fituar. Selin renditet në vendin e dytë me 28% të votave, duke mbetur gjithashtu një pretendente e fortë. Ndërkohë, Miri ka marrë 11% të votave, ndërsa Rogerti mbetet i fundit me vetëm 2% mbështetje. Bazuar në këto rezultate, deri në këto momente Mateo shihet si kandidati kryesor për të fituar Big Brother VIP Albania nesër. Megjithatë, këto janë vetëm rezultate sondazhesh dhe vendimi përfundimtar do të merret gjatë finales live, ku gjithçka mund të ndryshojë.